Zëvendës kryeministra, njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka prezantuar Etienne Xhafaj në detyrën e re si drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare. Xhafaj merr këtë detyrë duke zëvendësuar Ardit Demirin. Gjatë fjalës së saj, ministra Balluku vlerësoi rëndësinë që ka Posta Shqiptare si një nga ndërmarrjet publike më të shpërndara në të gjithë territorin e vendit, me 533 zyra aktive që ofrojnë mira shërbime çdo ditë. Ajo theksoi se Posta është një ndër kompanitë më vitale shtetërore që shërben në çdo cep të Shqipërisë, duke ofruar si shërbime postare ashtu edhe financiare. Balluku ndalet edhe tek reformat për inovacionin e viteve të fundit, të cilat sipas saj kanë transformuar ndjeshëm shërbimin postar shqiptar. Posta i ka të gjitha mundësitë, pikërisht për shkak të shpërndarjes dhe të shtrirjes së saj, për shkak të pjesës teknike që ajo mbart, për shkak të komponentëve financiar që ofron si shërbime, ka të gjithë mundësinë për të bërë pararoj e zhvillimeve teknologjike dhe digitale në shërbimet që ofron, pra shërbimet publike që ofron administrata shqiptare. Aktualisht ofrohen 51 shërbime financiare, 20 shërbime postare dhe mesatarja e transaksioneve ditore shkon deri në 65.000 transaksione financiare dhe 70.000 transaksione postare, duke bërë një total të 135.000 transaksioneve ditore. Sigurisht ne kërkojmë gjithmonë e më shumë. Por pa e humbur Admirin nga radhët tona, ai do të ketë një detyrë tjetër, sigurisht në të njëjtin sistem, pasi siç u thash, është një aset i jashtëzakonshëm njerëzor dhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama, ashtu siç ju e dini, ka në fokus ngritjen e kapitalit njerëzor, pasi ne mund të investojmë shumë në teknologji, në digitalizim, por kur asetet njerëzore, kapacitetet njerëzore nuk do mund të zëvendësohen. Duke prezantuar drejtuesin e ri, Balluku shpreh se Etienne Xhafaj është një nga bashkëpunëtorët më të hershëm me një karrierë të gjatë dhe eksperiencë në disa fusha. Balluku foli gjithashtu për rëndësinë e paketave të reja që janë publikuar së fundmi, të cilat e shndërrojnë Postën në një front desk të Bankës Shqiptare të Zhvillimit dhe pjesë të konceptit të Open Banking, që është thelbi i shërbimeve moderne financiare.